Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat I përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur kastraveca turshi, është një mënyrë shumë e mirë, do qëndrojnë të fortë për një kohë të gjatë dhe mbi të gjitha me një aromë fantastike. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në një enë do shtojmë 800 ml ujë, 2 lugë uthull të bardhë, 3 lugë krip të trash, do të ishte më e mira, unë gjithmonë I përgatis me krip të trash, 2 lugë sheqer. Këto masa janë për të përgatitur 2 vazo me kastraveca turshi. Do vazhdojmë edhe me 1 lugë gjelle piper të zi. 3 gjethe dafine, nëse nuk e preferoni, mund të mos e vendosni gjethet e dafinës. Do ta vendosim masën të zjej derisa kripa të shkri plotësisht. Ndërkohë që masa e lëngshme fillon të zjej, kastraveca do t'i presim në këtë mënyrë që shihni në video. Kastraveca duhet të jenë shumë të freskët, kjo është shumë e rëndësishme, pasi ndryshe e gjithë puna juaj do të dështoj pasi do të qullosen. Nëse kastravecat I keni të freskët, ju siguroj që me këtë mënyrë do qëndrojnë të fortë gjithmonë dhe kanë një shije dhe një aromë shumë të mirë. I ndajmë të gjitha në këtë madhësi që shihni në video, sigurisht që mund t'i prisni edhe në forma të tjera, por unë I përgatis gjithmonë në të njëjtën mënyrë, ndaj edhe po ju a tregoj në këtë formë. Pasi I kemi gati, unë kam përdorur 3 kastraveca të mëdhenj. I vendosim në vazo të qelqit, të cilat I sterilizoj më përpara. Mënyra se si unë I sterilizoj ato janë duke I zier në një tenxhere me ujë të nxehtë, ndërsa kapakët janë gjithmonë të rinj. Do vendosim hudhër. Unë kam shtuar edhe disa degëza me kopër, I jep një aromë shumë të mirë, si gjithmonë nëse e preferoni mund ta vendosni. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni I ri në kanalin tim, ju ftoj t'i hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni gjithmonë për çdo recetë të re të postuar. Masa e lëngshme që përgatitëm është gati. Do largojmë gjethet e dafinës dhe do t'i mbushim vazot ashtu si është e nxehtë. Pra menjëherë sapo e keni hequr nga zjarri. Do t'i mbushim shpejt e shpejt vazot në mënyrë që uji të mos ftohet as pak. Siç e shihni, kapakët janë të rinj. I lajmë, I pastrojmë dhe I vendosim duke mbyllur shumë mirë dhe menjëherë do t'i kthejmë përmbys dhe do t'i lëmë ashtu derisa të ftohen. Kështu do të mbyllen shumë mirë dhe nuk do të marrin as pak ajër dhe për 5 ditë I keni gati. Ju sugjeroj ta provoni këtë mënyrë pasi nuk do të zhgënjeheni dhe nëse ju pëlqeu kjo recetë, pres përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit që më ndiqni.